Kampionati I futbollit për meshkuj është shumë pranë tashmë. Të autoritetet tona sportive kanë zgjedhur lojtarët që do të luajnë për skuadrën e qytetit. Si skuadra jon, Newpie, dhe skuadra e Benjit San Francis morën pjesë në provën për përzgjedhje. Unë, Tommy dhe Bruce që vinë nga Newpie dhe Benji së bashku me disa lojtarë shumë të mirë që vinë nga San Francis, jemi zgjedhur për të formuar një skuadër të re e quajtur U-Team ose skuadra e re. Që të gjithë votuan Benjin si kapitenin tonë. Skuadra e re. Paul, përpiqu ta ndalosh Olin. Merre Tom. Nisu Bruce. Ted, ktheu në zonë dhe pengo Bruce-i shpejt. A ideali që jep urdhra është Benji Price. Kush je ti që më more topin? Unë quhem Mark Landers dhe luaj mbrojtës me numrin 10 tek mapeti. Mark Landers? Jam shumë kurios të di se për çfarë arsye ka ardhur këtu Mark Landers. Kam ardhur këtu të vë në provë një portier me një talent të madh si Benji Price, për shembull. Si se? Qepe gojën, Palazzo! Ti thjesht po na prish stërvitjen, e kupton? Qetso, Bruce! Ta lejojmë të veproj. Po e pranon sfidën atëherë, bëj kujdes Benji Price. Je gati? Ja ku po vi. Prite këtë! Po të pres! Ti gjuajtje në qëndër!
A shiko çfarë gjuajtje. Je i zotin, nuk ka dyshim. Arritet të kapësh një prej gjuajtjeve të mia. Por mos të gënjej mendja se kjo ishte vetëm një provë. Nuk do t'jem kaq i sjellshëm herën tjetër kur të takohemi në një ndeshje të vërtetë. Stërvitjen tona e prishe. Po tani çfarë do të thuash me këtë? Erdha të vë në provë skuadrën që përfaqësojnë qytetin e Shutziwokës. Por mendoj se ju nuk do të mund ta përballoni ndeshjen me skuadrën tonë, por flas për Mapetin sigurisht. E si të shkon ndërmend? Lëre fare Bruce. Do t'jetë ndeshja që do të vendos dhe jo fjalët. Si the? Oh, pa shiko kë më shojnë sy, Tom Beckerin. Dhe sa duket edhe ti që nga këtu. Është kënaqësi që të shoh. Ishim kopa u parë. Po, por e vërteta është që ne mbetemi gjithmonë më të fortët. Mund t'ja thuash dhe miqve të tu sa të zotët jemi. Price, ne të dy do të përballemi gjatë kampionatit. Por mos shpreso shumë, do ta fitojmë ne këtë vit. Mirupafshim. Kështu pra Tom, ti e njihje që më parat Mark Lendersin? Po, për pak kohë kam luajtur me të. Tani Marku është bërë kapiteni i Mapetit. Është një sulmues i shkëlqyer dhe mund të them që skuadra e tij është një ndër më të mirat që kam parë. Të ta them i sigurt. Hapeni vendin. Në këtë mënyrë nuk do të mundeni kur të më ndaloni. Nëse vërtet doni të më ndaloni, duhet të përpiqeni derisa të mos keni më frym. Pritë këtë! Ta marrë mira, ai që nga shumë i fort. Dua dhe 5 gola të tjerë. Do t'i bëjmë. Hey, merre shtruar, nuk kemi ardhur për t'u vrarë këtu. Të shohim se sa guxim keni. Hiq mos ysh. Mos ti i marrë godite me qëllim në fytyrë. Ti do të na vrasësh, kjo është një ndeshje miqësore, ndeshje për stërvitje, ti e di. Mbylleni gojën. Nëse keni frikë se mos vriteni, mos luani futboll atëherë. Ktheuni në shtëpi tek mami, nëse nuk doni të rrezikoni as këmbët tuaja për futbollin. Ndeshjet fitohen duke sulmuar. Kushdo që do të më dalë përpara do të ketë të bëjë me mua. Unë jam Mark Lendersi, Mapeti është skuadra ime dhe kjo është mënyra në të cilën unë luaj. Sulmi është gjithçka. Ky është futbolli i Mark Lendersit. Sipas tij sulmi është gjithçka. Në fakt ka një fuqi të madhe gjuajtëse dhe një shënjestër të mirë. Po mos kishte qenë kaq qendror, me siguri nuk do të kisha mundësi ta prisja. Po përse po flet kështu Benji? Tani ta shpjegoj unë. Filozofia e Mark Lendersit për futbollin është e kundërt me atë të Olit që është e përkullshme si metali i një shpatë. Të vjen keq të shpjegohesh më mirë? Edhe ai është i pajisur me një teknik të mirë, sigurisht, por nuk është gjithçka. Mapeti ka Jeff Turnerin si trajner, që me siguri ka parashikuar për skuadrën e tij një skem sulmi që vendos Mark Lendersin si pikë referimi. Trajner, ndeshja e stërvitjes sapo përfundoi. Mirë. 6-0 për ne. Ishin shumë të dobët. Dhe ju shënuat vetëm 6 gola, mund të kishit bërë edhe ca të tjera. Dëgjoni, sulmet tuaja duhet jenë më të shpejta. Ti duhet të drejtosh sulmin më me saktësi. Dhe ti duhet të hysh më në thellësi dhe mos na lo asnjëherë së sulmuari. Kuptove? Skuadra e Mapetit është shumë e mirë. Dhe lidhen mirë me njëri tjetrin. Po, të gjithë njësit luajnë më mirë me një kapiten si ai. Përveç se jam i bindur që Mark Lendersi është përmirësuar në saktësinë e gjuajtjes, dhe aftësinë për të shmangur gjithashtu me shpejtësi në pasime. Nëse e kuptova mirë, është një skuadër e shkëlqyer. Si ka mundësi që e kaq i lumtur Oli? Është e thjeshtë, sepse më duket shumë më zbavitse të luash kundër një skuadre të mirë. Po, është e vërtet, ke shumë të drejtë. E po mirë djema, do të shkojmë në kampionatin kombëtar. Do të përballemi me të gjitha forcat tona kundër Mark Lendersit dhe skuadrës së tij. Por qëndroni të qetë, nuk do t'i lejoj askujt në këtë botë të fitoj kundër meje. Pa të shohim!
dashur grua, Oliver, Robert, pyes veten si mund të jeni. Kapiten! Më falni, kapiten. Ka ardhur një telegram për ju nga Japonia. Oh, faleminderit. Përshëndetje, kapiten. Si jeni? Shpresoj mirë. Doja t'ju falenderoja për gjithë shka që keni bërë për mua. Përveç se doja t'ju informoja që u vizitova tek okulisti, të cilin ju më këshilluat. Fatkeqësisht, keni një shkëputje të retinës, me gjithëse të pjesëshme. Shërimi mund të kërkoj një kohë të gjatë dhe mjekim të zgjatur. Pastaj doja t'ju thoja që nuk e keni sigurinë që të fshërohesh tërësisht, sepse retina është bërë si mos më keq. Më vjen keq që s'u dhash lajme të mira djalosh. Sa keq, nuk është e lehtë. Është një fatkeqësi e madhe për Robertin. Kapiten, tani jetoj në shtëpinë tuaj edhe jam miku i familjes tuaj prej shumë kohë. E kuptoj që prania ime në një lloj mënyre i sjell shqetësim edhe gruas tuaj, gjithsesi ajo thotë të kundërtën. Me mua është gjithmonë e sjellshme, dhe karakteri i saj i gëzueshëm dhe i hareshëm është një lehtësim i madh për shpirtin tim që është shumë i trazuar. O, e dashur, kujdesu për Robertin. Veç kësaj, Oliveri është një djalë i mrekullueshëm. Ka një karakter të zhdërvjetët. Është i vendosur dhe është i pajisur me një inteligjencë të shkëlqyer. Fundja është djali juaj, nuk mund të ishte ndryshe. Jam i lumtur që Oliveri ka krijuar miqësi me Robertin. Jam i bindur që Oli ka një talent të lindur për futbollin. Megjithëse teknika e tij duhet përmirësuar. Ndoshta një dëshirë hyjnore ende e pashpjegueshme ka dashur ende të më jap një mundësi për të njohur Oliverin. Vënd që të më jap një shërim të shpejtë edhe të menjëhershëm. Oliveri imi vogël u rriti pamdashëm nga topi. Gjithmonë ka treguar një pasion të madh për lojën e futbollit. Dhe ndoshta, i drejtuar nga Roberti, ka qenë me të vërtet një dëshirë hyjnore. Kam filluar ta bëj më mirë këtë gjuajtje? Kapiten, brenda meje është krijuar bindja se shërimi më i mirë për sytë e mi është të shoh Olin tek rritet si sportist dhe të kënaqem me përparimin e tij në lojën e futbollit. Fantastike. Mezi pres të kthehem në Japoni. Ha! Trekon në shton! Jam gati, Oli! Mark Landers, as mos me ndo se më frikson. Do të ndaloj e ti nuk do ta kuptosh. Danny, kalo në qendër. Në rregull. Jepi ti, vrapo dhe qëllo. Jo, kështu, duhet ta qëllosh topin në çastin e dur. Dhe duhet ta keni të qartë, se nuk duhet të keni frikë nga asgjë. Qëlloni sapo të shikoni t'ju shfaqet porta. Danny, tani e kam radhën unë. Më nis një top në qendër të zonës. Patjetër. Do ta fitojmë kampionatin në një mënyrë me të vërtetë të shkëlqyer sulmuese. Ta marrë mira, Mark. Kapiten, u vrave! Kapiten! Mbylleni gojën. Kjo do t'jetë mënyra jone të luajturit, mos e harroni. Nuk do të ndalemi përpara asgjëje, do të luftojmë pa frikë për të marrë fitoren tonë. Gjithmonë! Shumë mirë, tani stërvitja vazhdon djema. Në rregull.
Djema, rifillojmë! Hajde, nisemi. Unë të shkëm në qendër. Gati! Tenders, çfarë ke? Më duket se sot ke një pamje më të shqetësuar. Nuk e kisha vënë re. Pa më thuaj, ai Benji Price, është vërtet aq i mirë sa thon? Çfarë? I shkove për të parë stërvitjen e skuadrës së tij, apo e kam gabim? Po, është shumë i zoti. Është një talent i vërtet mes të tjerësh. Skuadra e re do të jetë skuadra më e vështirë për ne në ndeshjet e kampionatit. E kuptoj. Trajner, zbulova se dhe Tom Baker i luan në atë skuadër. Oh, Tom Baker. Atëherë do të jetë vështirë ti mundin. Në fushë do të na e vështirësojnë shumë lojën, do ta shohësh. Por nuk do të na mundin, do ta fitojmë kampionatin në një mënyrë me të vërtetë të shkëlqyer sulmuese. Dhe fal s'ke mësuaj sulmuese, nuk ka dyshim. E gjithë qendra sulmuese duhet mbështes pikat që vazhdojnë vetëm përpara pa u kthyer mbrapsht. Djema, tani servituni me gjuajtjen e dënimit. Po! Dua që të gjithë djemt të dinë të gjuajnë në portë, jo shumë pranë portës. Po, kapiten! Kështu po, Mark. Në futboll fitohet duke sulmuar. E gjithë loja duhet të jetë një sulm i fortë për fitore. 20 vjet më parë, isha një lojtar plot energji dhe humbëm kundër kombëtares angleze që kishin një skem taktike të bazuar mbi sulmin. Në atë kohë isha një ëndër të luaje për kupën e kampionatit botror, por ajo skuadër më pengoi që ta realizoja. Pas atij dështimi, ju betova vetes që do t'ju mësoja lojtarëve të rinj të luanin një futboll të bazuar mbi veprimin e sulmit. Forca Kurajo, Djema! Mark Tender, ti je si fare që unë kam bjerë. Me kohën u rritë dhe tani po jep frutet e duhura. Jo, kaq nuk mjafton, me goditje kaq të dobta nuk do të shënoni kurrë. Gjuajeni topin me gjithë forcën që keni. Kështu vazhdo Lenders. Është ky shpirti i duhur sportiv për të mposhtur Benji Price dhe skuadrën e tij të re. Ted, qëndro pranë Tomit! Oli dhe Tomi e gjenë njëri tjetrin përmendësh. Duket sikur kanë luajtur gjithmonë së bashku. Bravo ta kapësh! Mark Lenders, do të mundim ty dhe skuadrën tënde. Nuk do të shënosh kurrë. Si the? Teni është një prej titullarëve? Pikërisht. Por, zotri, ai është shumë i ri dhe pa eksperiencë. Është thjesht zënës në klasën e 4. I pari duhet ta dish që në lojën e futbollit, dotësia e një lojtari nuk matet nga mosha e tij. Dëgjoj Mark, tani që Tomi luan në një skuadër tjetër, kush tjetër veç Deni do të ishte më i përshtatshëm për të krijuar me ty një lojë sulmi? Unë nuk di ç'të them. Duhet të kesh besim tek unë. Deni mund të të ndihmojë të luash në mënyrën që të përshtatet më shumë. Dakord. Mark Lenders i erdhi këtu për të mësuar diçka rreth kundërshtarëve të tij, por u largua pa kuptuar diçka. E çfarë nuk kuptoj? Ai mendon edhe me të drejtë që pika e fortë e skuadrës tonë është e bazuar e gjitha tek aftësia jote në portë, por nuk njeh akoma vlerën e një lojtari të shkëlqyer si Oli. Ke për ta parë kur të përballet me të do të ketë një surprizë jo të mirë. Po, është e vërtet, ke të drejtë. Jepi! E pra më paso dhe një tjetër, jepi! Si të duash, fillojmë! Deni, në qendër të zonës. Me një herë! Nuk mund ta besoj. Do jem për krah Markut. Është një ëndër që bëhet realitet. Gjuajtje e mirë, e saktë dhe me trajektorën e duhur. Deni, unë dhe ti do t'jemi një çift sulmuesi përkryer dhe do të fitojmë kampionatin. Do të jetë madhështore, Mark. Marku bëre që ti thosha të njëjtën gjë që ai do të kishte dashur të thoshte vetë prej shumë kohësh. Djema, unë duhet të largohem tani, por ju lutem, vazhdoni stërvitjen dhe pak dhe përpiquni shumë, Djema, më kuptoni? Gati! Mirupafshim Deni, do shihemi. Në rregull. Unë po igi, për sot e mbarova stërvitjen, trajner. E po mirë. Është i detyruar të ndërpres stërvitjen sepse duhet të shkojë në punë. Djemtë e skuadrës e dinë që Marku është i detyruar të punojë për të mbajtur familjen. Të gjithë kanë besim tek ai dhe adhurojnë sepse është një tip këmbgulës dhe kokfort.
që nuk dorëzohet kurrë përpara asgjëje. Unë personalisht mund t'i uroj vetëm fat të mbarë. S'kemi marrë! Erdha në shtëpi. Dëgjo, si thua të luash pak me ne? Më vjen keq, vllachko, por tani duhet të shkoj në punë. Edhe sonde do të kthesh në shtëpi vonë? Po, por juve duhet ju këtë zërmë gjumi kur unë të kthehem në shtëpi, dakord? Do të doja të kujdesesha unë për mbajtjen e familjes, ti nuk duhet të punosh, je ende i vogël, birë, më vjen keq që je i detyruar të punosh. Jam mirë kështu, mami. Ditë kujdesem për vetë. Lender, zoti Takeda telefonoi pak më parë dhe kërkon të di pse nuk ka shkuar ende gazeta e tij e mbrëmjes. Mos u shqetësoni, do t'ja çoj më një herë. Futbolli është pasioni im. Më mjafton të luaj për të qenë i lumtur. Vendosi të gjitha kutit poshtë ai cepi. Nxito shpejt. Po, zotri. Ai djalë është një punëtor i madh. Është djali yt? Jo, thjesht punon për mua, vetëm kaq. Unë dhe skuadra ime do të fitojmë kampionatin kombëtar. Ja ku betohem që do të bëhem një lojtar profesionist.